Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falërimet I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, ndërsa paqja dhe bekimet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe të nderuar, po vazhdojmë me takimin e radhës dhe me mësimet e emrit të Allahu xhallahu ala al-Fattah. Në takimin e parë patëm mundësi që të njoftohemi drejt për së drejti me kuptimin e këtij emri në raport me Allahu xhallahu ala, dhe gjithashtu do të njoftohemi me disa prej përfitimeve që mund t'i nxjerrim na nga ky emër dhe ndikimet e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Do të vazhdoj edhe më tutje inshallah me disa pika tjera që kanë të bëjnë me ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Para se të kaloj tek pika e radhës që ka të bëjë me këtë temë, dua t'u them vetëm një përkujtim që kam përmend disa herë, dhe shpresoj që sot ta përmendim na bën dobi me lenin Allahu xhallahu ala. Na po flasim për ndikimet, apo dhe fjala ndikim në kupton se duhet ky emër ose ai emër ose çka do të marrim nga emri Allahu xhallahu ala, duhet që ndikimet në kupton ndryshimin. Apo ka se kur diçka ndikon diçka e ndryshon për atë që ka ndikuar. E ndryshon për atë që ka ndikuar. Për shembull, këtu e kemi ndikimin e dritës në objekt, apo për aq sa ka ndiku drita këtë objekt e ka ndriçuar. Për aq sa ka mbet ndikimi jashtë, apo ka mbet e errësuar. Prandaj kur flas për ndikimin e këtij emri tek ne, flas për diçka konkrete që duhet të ndryshon tek ne në këtë drejtim, këtë aspekt. Dhe e dyta që duhet ta kemi parasysh është se po flasim për ndryshimin ton përmes Allahut azza wa jall. Allahu xhalla xhelaluhu është ai që ne po mundohemi përmes njohjes së tij ne të ndryshojmë. Pas kësaj, apo çdo tendencë për ndryshim është shumë e dobët. Nga se Allahu xhalla xhelaluhu, nëse njohja ndaj tij dhe adhurimi I tij nuk ndryshon, për shembull tek aspektet e emrit të Allahut el-Fattah, që I morëm, duhet ndikon këtu ose aty ose kështu me radhë, apo nëse këto drejtime nuk ndryshojnë përmes emrit të Allahut el-Fattah, krejt çka të përdosh pas kësaj me ndryshon këtë aspekt është me ndikim minimal apo edhe inekzistent fare, siç ekziston ato. Prandaj duhet kemi një përgjegjësi më të lartë dhe të kemi në konsiderat se bëhet fjalë do të thotë për disa kuptime të rëndësishme të cilat domosdoshmërisht duhet të bëjnë ndryshime në jetën tonë të përditshme. Çfarë garancë po don më tepër? Për atë që përmendëm se me të garantuar me emrin e tij Fattah. Çka po do më shumë? Apo se Allahu xhallahu ala do ta çet në shesh të vërtetën, po të garantoj me emrin e tij Fattah. Çka po do më shumë? Nuk ka më tepër. Ose me emrin e tij el-Halim, el-Karim, el-Shakur, apo el-Nasir, keq që I marr atje. Pra duhet I marrim me një dozë më të lartë të përgjegjësisë. Dhe gjithashtu, gjitha këto pika që po I marrim, apo mos të mbeten këtu ku janë marrë, por të na shoqërojnë në udhëtimin tonë gjatë jetës. Ka se Allahu xhallahu ala ka nderuar dhe nuk është kjo fjalë na ka nderuar fjalë rasti. Jo, po është një e vërtetë e pakontestueshme. Se Allahu xhallahu ala na ka nderuar kur na ka mundsuar që ne të flasim, dëgjojmë, të njihemi më përse afërmi me Allahun te bareke ve teala. Sa njëri ka jetuar dhe nderuar, ka pas, mos flasim nga pasuria sa, e mos flasim nga autoriteti sa, ai nuk e ka ditë as një emër të Allahut azza wa jall, mos flasim për kuptimin e tij. Shikoni të nderuar, Kurajsht e Mekës kanë qenë
Do të thotë në rrafshin e njohjes së gjuhës, ekspertët e gjuhës, sot, për shembull, në qoftë se dietarët e gjuhës arabe bin mos pajtim, referenca e tyre janë kurajsh. Kështu ata e kanë përdor arab të hershëm. Kaç kanë qenë gjuhë të forta thonë. Mirë po, kanë thonë wa Rahman. Kush është Ar-Rahmani? Kush është ky? S'kan ditë që Allah ka në Ar-Rahman atë. Eksperta gjuhës arabe, qoftë shqip apo dy fjalë arabisht nuk e din, Allahu ta ka mundsuar me ditë kush është Ar-Rahman, kush është Ar-Rahim e kështu me radhë. Dhe kjo është nder. Kjo është nder, ata këtë arabisht e kanë ditë. Po ç'të se kanë ditë ata? Ai që ua ka mësu kaq bukur arabisht, na ka pas mundësi më mësu dhe kush është Ar-Rahman po valla. Ka pas mundësi. Mi po kjo është ajo që Allahu i përzgjedh. Diku ti mëson rregullat e gramatikës, e bën ekspert, po dikush s'din kryefjala e kallëzit ku është, po e din ku është xheneti. Unë zi kryefjala e kallëzit këtu ku është, mubtada dhe khabar nuk di ku është. Nuk di. Nuk di më ka zu, për shembull, një fjali, hajde analizoj dhe zbërtheje gramatikisht nuk din. Mi po më vet, ku është xheneti thotë çesaj. Ana diku ti ka mësu këto, diku ti ka mësu, diku ti ka mësu të dyjat me bashku, kjo është më e mira. Por dua të them që Allahu xhallahu ala në këtë drejtim neve na ka mundsuar ato që është më e mira. Që ta dim dhe ta njohim Allahun xhallahu xhelaluhu. Dhe na ka mundsuar që gjitha këto kuptime që Allahu xhallahu ala i ka përmendur në një gjuhë të huaj për neve, apo të kemi mundësi ne të zbërthejmë në gjuhën tonë që e kuptojmë. E që ata barcit origjinal të kësaj gjuhë si kanë kuptuar. Që kjo ndjenjë e kësaj begatie na bën më të përgjithshëm. Dhe na bën më të kujdesshëm, apo dhe na bën që ta ndijmë këtë begati me të vërtetë shumë më afër lkurave tona, shumë më afër qenieve tona, zemrave tona kështu me radhë. Pra kur themi ndikimet, do të ndryshimet. Që kjo për shemb ndikimet, nga sigurisht ka mos ndikimet çka? Jo. Ndryshimet që duhet t'i bën ky emër në jetën tonë. Kjo është për qëllim, me fjalën ndikimet. Kjo është pjesa e rëndësishme për neve nga tërësia e dersit. Pika e rëndë që duhet ta përmendi që ka të bëjë me ndikimet, do të thotë ndryshimet, tash mos e përmendi vazhdimisht, por kjo është për qëllim, është se Allahu xhallahu ala është El-Fattah, këtë e kuptua. Dhe ai është që i ka qelësat e çdo gjëje në dorën e tij. Çdo sukses, çdo të mirë, çdo dobi që dëshiron robi me e arrit, apo e ka rrugën e mbyllur deri atje. Ai që i ka qelës të kësaj në dorë është Allahu xhallahu xhelaluhu. Ai është. Prandaj besimtari duhet që tash dyshim jetën tëm, çdo sukses që du me arrit, për shembull, unë dua të jem i devotshëm. Apo dua me qenë i devotshëm. Qelësat e kësaj rruge ku janë? Tek Allahu xhallahu ala. Kthehem atje dhe shikoj se si Allahu xhallahu ala e ka përcaktuar rrugën e devotshmërisë. Dua të jem i ndershëm, apo kjo është e mbyllur për mua. Kjo është e mbyllur për mua. Për të qenë i ndershëm, trokas në derën e Allahu xhallahu ala, tek shariati i tij, dhe atje e kuptoj që është buna i ndershëm. Unë nuk e kuptoj, më është mbyll, nuk e kuptoj. Për shembull, çka është pasuria, çka është autoriteti, nuk e di. Kërkoj qelësin nga Allahu xhallahu ala që të më qelë kuptimin e kësaj. Gjithçka, çka kem nevojë ne, dhe dëshim atje të arrim, duhet të kalojmë ka kjo derë. E dikush ka mundësi me thonë, pse aja bojna ndrysha? Na në shumicën e dyrëve, po them këtë me përgjithësi, e marë përgjithësin e kësaj mi vetja. Në plot dyrë tjetës tonë, apo ne kemi trokit me ligjin e Allahut kosmologjik, apo shumë të arritura që i kemi, nuk i kemi nga ligji i Allahut shariati e kapton. Në ka pa Allahu xhallahu ala, kemi mri atje, të ne kena morë që keq, jena penduar. Ose kam mbet hala po pendu, nga se kena kuptuar se kena mri keq apo. Sa kuptime janë instaluar në vetet tona nga fëmiria deri sot
që ndoshta shumë prej tyre nuk kanë kalu përmes këtyre qelësave. Apo që Allahu xhallahu ala ka përcaktuar dyrë për to. Nga se ka dhe rrugë tjera, kodrave, maleve, kërshave, me mrijet aty lëmbu, edhe ku smri ku ka njerëz. Apo rruga e drejtë që Allahu xhallahu ka shtruar, rruga e ibadetit. Prandaj çka është fjala el ibade? Gjithsesi rrugë e shtruar. Allahu ta ka shtruar rrugën, rruga e shtruar që s'ka shqetësim, domthon rrugë ku ti thon tarik muabbad arabisht, tarik muabbad, rrugë e shtruar në kupton rrugë, tash nuk e di me prunë dynjas dia ka që thosh rrugë tërësisht e asfaltuar, asnjë guri, nuk ka asnjë prish, këto rrafsh. Allahu xhallahu kur e ka zbritur shariatin, apo rrugë që të shpijen të ajo që ti don, ta ka bë muabbad me shariat apo. Dorsa tarik wa'ar, tarik që fjala arabisht wa'ar, apo do donë rrugë e hallakame, e prishte, është rrugë të tjera. Ata që kontrabandojnë me kuptime, apo kontrabandojnë me koncepte. Anash, këta janë tjerta. Apo ata kur rahat janë. Kur rahat nuk është ja kanë qellu. Prandaj ai që don tarik muabbad në rrugë të shtruar me thjeshtësi, kallaj, hiç se ki gale, s'ka kthes të rrezikshme, apo s'ka në pru që bjen të poshtë, apo nuk ka diçka që ata dëmton gomën, s'ka, hiç mos i gale. S'ka asnjë vrim. Nga se i ka ra dikush e rrugë edhe ka thonë shlirë, shumë shlirë apëta. Andaj e jona që duhet të bëjmë është që gjdo koncept dhe kuptim që e kena kontrabandu maleve, apo me e këthy në rrugë drejtë apëta. Me e legjitimu kuptimin apëta. Me e legjitimu kuptimin e kësaj apëta. Do me e këthy në jetë normale. Qka do qoftë? Prej kuptime dhe konceptet tona. Kjo është el Fattah. Dhe i djemë mshefti në shku. Ti smush mshef për Allah xhallahu ala. Po kështu për thëmë simbolikisht. Apo? Se hi kadera Allah. Nuk hi kadera. Duhet me hi kadera. Duhet me hi kadera. E gjdo derë që ti ki me tërkin të është e mbyllur. Duhet me li për el Fattah. Arabisht qelës i thujnë miftah. Për i fethë. Qelë. Miftah. I thujnë qelësit. Për i fetah. Apo? Duhet ati që kam el Fattah, mi thujnë atin il miftah. Me hap qelësit. Se ti e ki ndurë. Te qeli derën e kësaj. Derën e kësaj. Kejt dyrë që dy dyrë me i qelë. Prandaj, atë ndryshim që duhet të bënë të ne, kuptimi Allah el Fattah është që të fillojmë me këtë emën, të qelim shumë keq kuptime. Apo shumë dobësi që kemi. Shumë kuptime të kontrabanduara, thash, kështu kushtimisht po i them në zhargonin e përditshëm që përdoren, apo të kuptojmë se duhet me i kthy në rrugë legjitime, tarik muabbad. Apo bëri udhës Allah, çka ki më shku, ato. Ku Allah nuk din është atë mal myt dikush. Ku ki rrugën e sigurt saj. Sa njëri ka dash në malën mira, s'u dal kur më nuk u dal poshtë. Që atje në alto mit. Nëse na kemi rrugën e sigurt, që i kanë rrokse rrugë asab të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë rrokse rrugë pejgamberit Allahu xhallahu xhelalu. Për ne mundohu çdo kuptim, çdo koncept, çdo sukses që dëshiron me arritjen e kësaj bote, apo ta bësh përmes qelësit. E këtë qelës kush e ka ndorë? Ai që është el Fattah. Gjithashtu prej asaj që ne duhet kuptojmë këtu është se janë disa qelësa që Allahu xhallahu ala nuk e jep askujt atë. Do qelësa se jep Allahu kërkujt. Do qelësa jep tonë. Do qelësa Allahu xhallahu ala ka që nuk e jep askujt atë. Dhe nëse Allahu ka thënë se këta qelësa nuk u japi askujt, çka nuk kupton kjo? Se kushdo që thot i kam, i themi për ran. Po ka dalë mos u gut, ja s'ka çka më gut. As po gutum, as ka dalë, Allahu ka thënë që ta qelësa si japi kërkujt hiç. Apo, nëse del dikush do thot unë e kam që qes, themi s'është e vërtetë. Edhe rrim sigurt këtë drejtim. Kur nuk kemi frikë se mos pe gjon tani, ha? Ja hiç mos i gale. Nuk ka mundësi me e gjetë kur aftë. Këta pesë qelësa i ka përmend Allah xhallahu në surën Luqman. Apo në ajetin
34. Allahu xhallahu ala thot: Inna Allaha indahu ilmu as-sa'a. Dia për ditën e gjykimit kur ka mendohet, çelësi kësaj ku është? Tek Allahu xhallahu ala, kur se ka ndor. Nuk e din askush kur di kemi ton. Edhe shikoj na me el-Fattah e rahatojmë gjysmën e dunjas që kanë frikë a 2012 a 2015 kur po na i themi këtë çelës el-Fattah ka ndor. Sonë çel kurkosh këtë më mbledh bashk, këtë teknologjinë me e përdor, e këtë dijen me e përdor, nuk keni mundësi kur më ia qelluam. Pse? Ku po dinte që mundësi me ia qellu? Pika këto garanci te ju. I themi Allahu ka inna Allaha indahu ilmu as-sa'a. Allah e ka ndor ditën e gjykimit. Ta është ky çelës. Askush nuk ka mundësi me dëvën. Çelësi i dytë, u yunzilu al-ghayth. Ai e ka çelësin e zbritjes së shiut. Subhanallahu, sa është kjo e rëndësishme me kuptua. Disa njerëz thonë, po sot shkenca e ka, apo meteorologët, po kanë mundësi me parashiku se kur ka më rashi jepë. Ne i themi se, sikur se për shembull, edhe ato që është e ashma, o ja alemu ma fil arham, edhe din Allah që ka konë mitra. Plot njerëz sot, fatkeqësisht, nuk din kështu me shpreh, ndoshta, mirë po kanë një bindje se si duket dikush ja ka marrë çelësat Allahut në këtë drejtim edhe tash e ka zbuluar ato çka. Allahu ka nuk ka mundësi me zbuluar ato. Allahu thot o yunzilul ghayth. Çelësi i dytë që ka Allahu në dorë është çelësi rrëmës së shiut ato. Parashikimi se a ka marrë nesër shi, as ka marrë nesër shi. Kushtimisht po them. Në qoftë se gjithmonë, sa herë të ka marrë shi, bjen shi. A ka përfundu komplet procesi rrëmës? Ja. Ata edhe në fazën e parë veç kanë parashikime. Nuk e din. Edhe aty s'jen. Mirë. Allahu këtë yunzilul ghayth. Aja është që e lëshën shiun. Aja din saksisht me qitë shi, sa bim kanë me dalë pëtën. A din edhe këtë punë. Aja din sa pika kanë më ra, edhe pika më ra kur bjen, kur me mshelë në altë. Apo? Balmo, pshele. A din ata kur mshelet? Nuk e din. Ata po mundun me ditë veç kur qelet. Apo? E nuk din kur qelet, sa qelet. Këto se din. Nuk din kur qelet, kur mshelet. Apo? E din ata kualitetin e llojit shiut që bjen? Uj. Psa ka shiu kualiteta? Po qërë s'ka, do i mytë e do i njallë. Do s'ka ka i njejtë. S'ka ka i njejtë. Apo, luftën e Ahzabit ka ra shi. Dhe ka frujera. Besimtati ka shti në gjëmë me pushu, dërsa kufarti ka mytë. Në qatë i njejtë, sa ka pasë aty mes tyne. A fësi shumë e madhe ka qenë. I njejtë i shi ka ra. Po për t'i ka nuk konë azab, për t'i ka nuk konë shpëtim. A din e ta kujt i bën mirë e kujt i bën mirë? A din? Ata kurës për dikën. Po Allah po të kurës din ata. Që ata e kondur këtë qelës ata. Thash, kjo në qufë sa ata krejtja qëllun, sa artun bjen. Krejt mja pa qëllu, te kjo në parathanja. Apo, sa ka masoj që ata nuk e din. Andaj Allahu Gjellalu dhe nëruar, gjithdo vit lëshon sasi të njëjtë të shiut. A dini këtë punë? Gjdo vjet njëjtë bjen shiut. Njëjtë. Mirë po Allahu Gjallahu Ala e ndryshon ndamin e hiseve. Kare e qënë në përfushën e për arra që tjetë me e pleshma. Kare e gjunë gjumbull që tjetë. A pëtën si ja u qenë asë i pikë. Na thamë këtë për uj e atje vërshime ka pëtën. Qaj uj është atën? Mirë po ajo është që ja u donë rabë vetë. Sa kime marë, sa s'kime marë. Ata e din qësh ka mu do hisja, ata që dhënë kur ka më rashi, nuk e din. Ata nuk e din. Ata e din sa këna pas hisën a pikë, nuk e din. Andaj ata nuk din asgjë. Nësë Allah kanë vama utitu min ilmi illa qalila. Së njerë kur të marën këtë atë, sunë Isra, që Allah o thot, nuk u kemi dhenë nga dia për e të se pak. Shika, ka mujtë me kuna eti, ju kemi dhenë nga dia pak. Ju kemi dhenë nga dia pak. A e kuptonin dalimin, nuk u kemi dhenë nga dia pos pak, dhe dalimin me të asoj, ju kemi dhenë nga dia pak. Që fjalia të fillon njërë pohore, ose të fillon njërë mohore. A ka dalim?
Ka dallim. Çfarë dallimi ka? Nëse fillohet me pohore, atër esenca është ju me ditë. Apo po ka shumë sa që nuk i dini. Ndërkohë se fillohet fjalia me mohore, apo esenca është një jahila, smerdhi me shkurgjë. Po sa ju ka mësuar Allah juve atë. Apo e çetaj njerëz, esenca është s'din kurgjë. As nuk din kur bjen shi, as kur bjen bor, as kur ata kur s'din. Po e çu s'pedin, e Allah ju çon do se bëj pen qiell, atje larg i shohin, apo me mjete, nëse shohin me sy ai është më larg, si ti më morë dorbi. Me dal në autoban, apo me po vjen një kerë me si tolo, ku për dim bro, pa i me pësha me që të kush i më shumë, ti me sy si shë a i shë, mi po pa u shfaq kerri atje, a mund me pa e me durbi, e s'ka shansë, nuk ka mundësi, andi Allah u a shfaq dhe se bepe atje largë, apo, e atër në bazë do mjetëve që opet Allah u ja u ka dhonë, e në bazë do dijes që opet Allah u ja u ka dhonë, në ka dhonë neve që s'kem sy za s'durbi, është të ardë dërshi jepëtër, që krejtë ata që ta e bojnë. Edhe për të thonë, e na ta shdim që ka pëndodhë. Po të i kur të zënë Allah? Të qka dinte? Të qka dinte? Andaj qesë një kësaj ka Allah ndorë. Aje din sa bjen dhe kur bjen. Për e ka këtë qëndërën. Wa ya'lamu ma fil arham. Edhe aje është që din që ka kanë mitra. Për e këta e kanë zbëru, për din që ka është. Apo? Edhe këta që për e din. A javlen më livdu, as javlen? Javlen më livdu në raftyne, njerëzorë. Po në part më Allah në Gjallahu Ala mu livdu, me mendu se që edhe na kemë diqka, mu rebelun dhe Allah në Gjallahu Ala, kjo është paftësia me madha, me mendu se na zbulum, a o qika është djala. Apo? Allahu këtë ja alemu ma fil arham, e din që ka konë mitra. Aja që ka dje që ka konë mitra, a është vetë gjinia, a ka ma shumë diqka tjetër? Apo? A din e ta, sa ka me jetu qaj që është mrena? E po dush me dit? E po thush që e din? Gjinia është një. Jeta. Apo furnizimi, sa, qa ka me konki? Pasanik, fukare, kush ka me konki? Ja, këta në nuk e kja aparatu jonë këta se qetë. A jo, mirë, e tjetra, për shemë, a din sa ka me koni gatë? Që ki fëmi ka me koni 1,70 cm. Se din, ku e din sa rritet a japtë? Apo? Nuk e di? A din ata që është aty mrena se mas 2 vjetë du të me abo operacion veshkën, a din? Jo, se mire ko, po, mire ko. Apo? E tani kur të linë mas 2 vjetë, po du e ta është qadul kjo. S'na kalzut të Allah të më përgadit, do pari këshëm lidhë, bële mas 2 vjetë. Zdina, s'ko që zdinë. Asë gjë nuk din nga kjo për. Nga sa Allah ka një zdini, o ma utitëm, ju s'keni dhjo, illa kalila. Prandaj, kjo kalila, kër Allah pak të jap, të qilë sytë, Allah në madhurua. Ata me qëta pak që Allah o jep, me qëta pak qyrin, Allah të konkurens me i bo, subhanallah. Apo qyrin më bo të meqëm, nivel me Zotin Gjallahu Ala, na udhu billah. Shikaj kështë njëri, kur fillojnë me dit, ne apom që 25 sene nuk i din që ka e në heq, që ato një që po e dikan, apo? Edhe ato jënë në varën të apëtë, jënë në varën për aparatet që punën me rrim, apo, edhe me bateri. Po e ka një furnizim caktu, me bo mëse pas qatë furnizim, a ka mundësi me të teku qka është? Kur atë? Nuk ka mundësi atë. Në bas të një ligjit caktum që del aty në aparatet që e këshyrën, apo? Me bo mëse me funksionu qaj ligjë, që Allah e ka vendosë, a ka mundësi, jetë në varën nga gjdo gjë aftë. Nga gjdo gjë janë në varën aftë. Pastaj, në bas të shkafit e dinë së është, e që në bas shkafit e dinë aftë, përsëri në bazë asaj që Allah u amundson me papëtë. Pastaj, në cilën fazë e kuptojnë se çka është. Në fazë shumë të vënume. Vonjë, meleku u ardhë, e ka caktu krejt çka ka e, këta kjo sa është më msheft mo. Ata nuk kanë mundësi me ditë para melekut. Apo, nga se fillojnë me zbulu në mujt pak më të vëndshëm. Apo, meleku vjen më herë të kryen këtë punë. Ka të zënë që ka me konë, kush ka me konë, kajtja cakto meleku, e kur të merë është meleku, a i melek, ai mos sot më gajbë, se Allah ja ka dhonë që u qelë kjo punë. Edhe peksoj që u qelë ata këtë pak dinë apëta. Andaj, wa ya'lamu ma fil arham, aje din që ka vetëm, aje din saksisht, Allahu xhalla xhelaluhu apëta. Andaj, sot, apo, shkenca embriologjisë, që mirët me këtë çështje nëse zgaboj, apo, me këtë çështje që mirët, apo, kanë zbulu çështje mahnice, subhanallah, që nga fillimi, apo i
krijimi të fëmijët e deri në procesin e fundit apo që njerëzit nuk dinë çka ka. Jo pa tashmon, subhanallahu, kryetari SBA-ve apo jep $100 milion fond me fillu, $100 milion veç pianisëm apo me studiu veç çita. Trunin apo. Halon nuk din çysh më në njëri apo. Mos thonë halon nuk din çysh nuk din, e kam pranuar. Këtë tash pja veç të shumë çysh po më nej kanë. Çysh funksionon truni. E mos thosin për punë të tjera që Allahu ja u ka mshël ata. Ka aspekte të caktuar në trupin e njeriu është dorëzuar medicina. Kto s'u zbulojmë kurr. Ne e dim çka ndodh, po nuk e dim çysh ndodh dhe pse ndodh. Ato nuk e dim. Kur i ke po pse? E kam mshël deri do. Sunë çelti atë. Nëse i mëjm çelë për atë. Sikur si ka thonë Ibrahim e Samati në mruta. E te ke unë bëj këtë. Inna Allah ya'ti bi-shamsi min al-mashriq. Që Allah për bjen dilin për lindjes, apo, te nëse je i fort, fa'ti biha min al-maghrib, të bere për perëndimit, apo. Prandaj edhe sot ata, që thojnë, na. Që ku është? Përcaktone për shembull, apo, para aktit mes dy bashkëshortëve, para se me ndodhë gjithë shka, përcaktone që ka ku me konë thmije jarëshëm, apo. As idenë se kanë për i kam janisë, apo. Nësa aja alemu ma fil arham. Aja din aftën. Pastaj përcaktimi, sikurse kjo ka të bëjë me këtë çështje. Përcaktimi se a thu vallë realisht bëhet për shtazania apo jo, gjithashtu kjo është i vëndshëm, nuk e din më një herë atë. Duhet pa kohë me kalu me shikuar çka po ndodh, apo aso nuk e din më një herë. Prandaj ato çka ata e din, nuk e di edhe aja vlen me thonë se e din përballë asaj që nuk e din atë. Kjo nuk është për të nënçmuar. Edhe kjo që është arritur shumë, apo mirë po, në qoftë se nuk përdoret kjo që është arrit për të adhuruar Allahun xhallahu ala është e pavlerë është në çmuma. Andaj çelësin e kësaj e ka Allahu xhallahu ala ndodha. Çelësin e ardhshëm që e ka Allahu ndor, cili është? Kurkush se ka këtë ndor. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Nuk din njëri çka ka me fitu nesër aftën. Dikur e di saktësisht nesër se pres me shit që ta, i fitoj qika që të. A vetë që kjo është fitimja, a ka ala me fitu apëtën? A din dikush nesër, sa ka me fitu për disponimit, e sa ka me fitu për piklimit? E kjo a fitim kjo? Disponimi, a është fitim? Po. A din dikush nesër, apo nesër, sa ka me fitu për i shëndetit, e sa ka me fitu për i smujes? E kjo a fitim kjo? Edhe në qoftë se këthejmë të këmejdani që e din. Apo? Nesër mën. Sa ka me fëtu njëre? Sa herë ka ndodhë dhe shpesh herë ndodhë që njerë mu befasu, ose në fitim më të madhë se që kam prit, ose në humbje më të madhë se që kam prit. A ndodhë kjo? Po ndodhë më të madhë. Andaj këto përjashtime që ndodhë, një këmë thonë dhe shpesh herë apëta. Përjashtime që ndodhin në rrafshe të caktuara që njerëzit e kanë marrë një kuptim si rregull caktuar, jep me kuptu se Allahu xhallahu ala u tregon se edhe ky rregull zlet. Apo? Në qoftë se për shembull e marrim krijimin e njerit. Njerëzit e kanë rregull se për me linj njëri duhet një burrë një gru. A rregull. Po me të kallëzu ty që nuk ka kja që e vendos, apo, ta bjen isë në cënë pa babë. Apo, veç me të kallëzu që, apo, kjo rregull është për juve. Apo, po kjo rregull nuk i imponohet Allahut azza xal. E ndër rregullin, edhe bjen isë në cënë pa babë. E bjen havën pa non. O pët pa babë, po pa non, hava a.s. Ka linë pe i brinë të ademe, të dalë pi këtë ujtë, pa babë, pa non. është dalë pi burrit të dalë. Apo? Na kur njët s'ka një që burri lind, apo? E po që e kanë zirë krijesën gru pe i burrit apo. Këtu thyrjet të këtyre rregulla çka na kuptojnë? Me tregu se el emru bi yadillah. Kej çështja në dorën e Allahut xhallahu ala. Po është një rregull, zbatone, ama mos e adhurani, mos e shejtnoni rregullin se e thën rregullin. Dhe shumë njerëz i shejtnojnë rregullat, i adhurojnë rregullat, thusen të pandryshueshme. E Allahu xhallahu i thën këto rregulla me tregu se ai që duhet të adhurohet është ai që i ka mësuar këto rregulla, jo vetë rregulli.
Sa kemi një jetën sot përditshme se njerëzit për shembull e kanë një rregull caktuar në çështjen e ushqimit apo. Edhe i përmbahet me kun ajet kuranor. Jo se ta dëmton këtë apo. Edhe opet mazit, s'po ta mos murujt. Me mazit soi opet smuat. E tash pikar tash. E don Allah më tregu optan se ky rregull s'ka ardh me përmbajt bashkë shtot. Janë të tjera rregulla që duhet çto moshet nuam. Andaj sa njerëz për shembull, vallahi më u përmbajt Kur'anit, që i përmbahen rregullat e komunikacionit. Sepse duhet aty më përmbajt. Po më u përmbajt Kur'ani që ashtu, më u përmbajt rregullave të shariatit, që i përmbahen rregullave të shëndetit ose në punë ose rregulla të caktuara që ka. Wallahi do të ishte çështja e tyre këtë pak më ndryshe ato. Andaj Allahu xhallahu thot wa ma taksi, do të thonë Allahu xhallahu din wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan, nuk e din kur çka ka më fitur nesër, nuk e din. Dhe këçi kësaj është dorë të Allahu xhallahu ala. Andaj besimtari mbështetet në Allahu xhallahu ala. Dhe nëse vjen hajri, hajr e falëron Allahu xhallahu ala. Nëse nuk vjen hajri, bën sabër edhe për këtë gjendje Allahu xhallahu ala falëron, nga se nuk din çfarë do ndodh nesër apo. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. Edhe nuk e din askush ku ka me vdek atë. Nuk e din askush ku do të vdes. Këtë e din vetëm Allahu xhalla xhelalu. Sa njerëz subhanallahu kanë jetuar jo në rrit këtë me një vend, i ka puna me dek këtë diku larg atë. Që as në mend, as kur bëu kjo sekond atje atë. Sigur se tregohet në rast e kënë dëgju, nuk është i vërtetuar me hadith, por është përcjell gjenerat pas gjenerate, dhe përdesë nuk ka në kundërshtim me fen ton, pranohet si rast që mund të treguam. Se ka ardhur tek Sulejmani alayhis salam, edhe në Sulejmani ka pasur mundësi me udhëtu me shpejtësinë e erës. Dhe era e ka bajt pi një vend me një vend atë. Sot kryetarët e shtetit sa më pas aeroplane sofistikuar son shkon atë. Apo e që muslimanët në çfarë shekulli janë bajt në hava. Ka sa e ka kriju edhe ajrin ai të bën ku don atë. Prandaj këtu një dobi me rëndësi se kur ka ardhur Belkisa tek Sulejmani alayhis salam, edhe ja ka ndërtu një korridor min kawarir apo. Ka qenë për qelqit për mi e për funi ka ecë ujë apo. A e me konë në, për shambull, në grua prapambetur, sa i a s'ka pas gur, jo qelq. Kjo ka qenë mbretresh i një civilizimit të madhë në atë kuapëtën. Meliket u sebe. Mbretresha e sebe, fisit vendbanim i njërë. E ka ndërtu koridorin që të shkan deri tek froni i saj që ka mënoj që është i saj në apëtën. Rruga deti ka qenë në për një koridor, nën te ka qenë, domethënë, uji duke qarkullu, e mbi te ka qenë qelq. Ama çfarë qelqi atë? Asi te dukshmërie, apo sa që ka pas për shembull që s'ka kurrë me te është uji atë. Sa që e ka tërheq fistonin, mos më ulak mbretresha. Apo në pallatin e njerëzve të prapambetur atë, që nuk dinë çka civilizimi dhe kultura atë. Kur i ka tregu Sulejmani innehu apo sarhun mumarrad, apo është një ndërtim që në bazë të cilësisë që ka pas, kryesora është në fund se sa shohim për Sulejmanin e son, i ka thonë këtë bukuri që ka pashatë është se për shkak se kunna muslimin, për shkak se nëna musliman, na që shundrejmë më thon. Shiko, se ka kthy këtë civilizim, se ka kthy këtë bukuri tek mençuria, shkallësia, aftësia apo veç se musliman jemi, andaj na që shtum drejtëm natë. Na të kompleksojmë aty që jemi mbretëresh edhe kur duhet për dunia me drejtë apo. Ne kur na kanë një farvak të asaj që me din të Allahut kena kompleksu të tjerë edhe për dunia apo. Prandaj ka ardhur tek Sulejmani alayhis salam edhe i ka thonë du që mundësisht me mëqu në India. Ndi vend i lartë, Sulejmani ka qenë në Kuds. Qase ai e ka ndërtu Kudsin. Sulejmani alayhi salatu wasalam. Ai ka qenë Kuds ku është India apo. Me mijëra kilometra larg. Ka më mëqu në Indi atje, duhet me shku me shpejtësi amniman me shku apo. Duke diskutuar me të, apo ka ardhur melekul mauti. Vizit Sulejmani alayhis salam
Edhe pekqyr njërin, edhe njëri pekqyr këtë i personifikuar. Ja ka mundsu Sulejmani se këtij njeriu me shku në Indi, edhe pastaj është vetëm melekul mautën. I ka thonë, çka u çuditë që këshire këtë njeri? Tha subhanallah, Allahu më ka urdhëruar që pas disa momente me shku në Indi më marr shpirtin atë. Kur e pa ashtu çudita, apo andaj shiko se vepën atë. E ka qenë me erë atje, edhe atje ka shku mu taku apo te vdekja apo. Andaj vdekja është e caktuar. Askush nuk ka mundësi me marr diçka pe sebepeve që i ik vdekjes atë. Na duhet murujt. Kjo është e kërkuar atë. Mirë po, ati që Allah e ka caktuar me vdekjen në vend caktuar, vallahi çetje ka me vdekja. Prandaj edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu ka pas dëshirë me bashku mes dy gjërave, që realisht në atë kohë ka qenë vështirë me u bashku. Por Allahu xhallahu ala i bashkon. Gasaj din ku më marr shpirtin robit i tij. Çka ka kërkuar Omeri radiallahu ta'ala anhu? Ka thënë, o Zot, ma mundso që të vdes shahid në rrugën tënde e në Medinë e pejgamberit e sam. E për me vdekje do të më dalë në Medinë se xhihad në Medinë s'ka. Apo do të më dalë se bebe është me dalë jashtë. Ja, me shumë Medinën problem, se ka pasur mu varros afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E po ka pasur edhe shahid me rafën. Dy çefi ka pas, i bashkon Allahu xhallahu ala. Edhe e ka inspiruar Omerin me bë këtë dua se s'ka bë përpara. Ka anë transmetime se këtë dua ka filluar me bë në vitin e fundit të jetës së tij apo. Me shpejtu këtë dua edhe ka vdek në Medinë radiallahu ta'ala anhu. A nuk e din njëri ku ka me vdek. Këtë qelë të kësaj, asë kush nuk e ka ndorë, posë Allahu xhallahu xhelaluhu. Prandaj, çfarë ndryshimi kjo duhet bën tek ne? Çdo pikë që e përmendëm, apo? E ka një raport caktuar mes neve me Allahu xhallahu ala. Allahu e din kur ditë e gjykimit. Apo? Dhe kjo e ka aspektin e vetë të inkurajimit edhe aspektin e vetë të kërcënimit. Elhamdulillah që se kalon dorë kërkujt kur më bë kiametin. Apo? Se hall ku javë për javë kishim bë. Hakmarrje ati që kalon Allah xhallahu dorë të jepën. Dhe është inkurajim për neve se Allahu xhallahu xhelaluhu është ai që do të na gjykojë në ditën e Kiamet. Por është edhe farlloj kërcënimi se përdesa nuk dihet kur ndodh, apo mund të jetë befas. Prandaj duhet ta përshpejtojmë procesin e përmirësimit, qase nuk dim kur është Kiameti. Të mbështetemi në Allahun xhallahu ala, të kërkojmë vetëm nga ai furnizim, nga sa ai e din. Sa na duhet, kur na duhet, si na duhet, të mbështetemi tek ai. Mos ja kemi frikën rrezikut, mos ja kemi frikën thatësisë, mos ja kemi frikën as shkafet, ja kemi frikën veç Allahu xhalla xhelaluhu. Në qoftë se ja kemi frikën Allahut azza xhel dhe i përmirësojmë raportin me të, pastaj nuk na bën dëm as thatësia, as vërshimi, as asgjë. Për shkak se pastaj do të jem begati për neve në çfarë lloj situata që të jemi. Shikoni sot njerëzit, subhanallahu, për shkak se u mungon frika pe Allahut azza xhel, një grip i pulav këtë botën kome që në të. Subhanallah, një grip pull në rrugë, këtë bota qëtë dhe më në mytëve. Pse? Ka hu frika për Allah xhallahu ala, e tani Allah i tut me maca, me pluma, me pula, që shë tutën tani? Nga se ka hu frika për Allah xhallahu ala. Tutën për gjithë shkave tutën, apën. Një atje, për shembull, komplet ekonomik botë, krizë, këtë qonë tani, blej migëll, mshelu, që këse ka ndodhur në botë, për ditën e gjykimit që komendohet 2012 ose për këtë caktuar ekonomike, apo blejat, mshelu kët, mshel pare, kanë sikur se kanë raportuar, kanë ndodhur që kalon vetëm keq për shumë begati se na duhet keshi, se po harxhohen parat apo. O të drejtë nafsun, madha tek si bugatën, ku atë që kanë ne po që Allah e çel. Nuk e el Fattah e çel nesër. E çel tregun nesër Allah e çel atë. Çfarë duhet? Mbështetun Allah xhallahu ala. Por ka hu mbështet Allah xhallahu ala, e Allah pastaj i ka mbështet në gjithçka. Gjithçka kthyer më mbështet ka pak. Dhe gjithashtu nuk e di njëri kur ka më vdek atë. Kjo e bën besimtarin të guximshëm, e bën kënar, apo madje edhe në luftë në rrugën e Allahut xhallahu xhelaluhu është i guximshëm, ka se e din se nëse Allah i ka caktuar këtu më vdek, këtu ka më vdek. Jo këtu vdes dikon. Kudo qoftë, Allahu ka mundësi më marr shpirtin kudo që ai dëshiron atë. Prej kuptimeve të El Fattah apo domthonë ndryshimeve tek ne që do ta kemi parasysh është se krahas asaj që Allahu xhallahu i hap robët e tij rrugë, i hap Allahu xhallahu ala
furnizimin, i hap këto që i ceka deri më tani, ne duhet të kuptojmë se edhe kjo hapje bëhet në përputhje me urtësinë dhe dijen e Allahut azza xhela. Para mendoni për shembull Allahu xhallahu ala na më lipres ku Allah furnizon, apo edhe me qiellin apo edhe dukat me rana myt. Nëse s'bjen me mos, ari me rana pe qiellin na myt, para copatarët me tron kryo pe qiellin. Me arit myt. I po zbret bi qadar. Esbet Allah xhallahu me mos. Këtë mi bot pasën Allah xhallahu ala, çka bëhet apo? Bëhet hallakam. Se kur s'punon më për kërkan. Apo për shembull, me bon dë kategoritë me kon shumë të pasur. Ata mos punojnë. Ata mos punojnë ai s'm keq. Andaj Allah xhallahu ala e rregullon këtë çështje, apo dikon e bën nevojë për këtë, e dikon e bën nevojë për atë, nga se dikujt ja çel më shumë, e dikujt ja çel më pak, jo pse s'ka dhe jo pse harxhohet, po për shkak të urtësisë, së vazhdimësisë së në këtë botë. Dikon e bën sikur se ti ka fillim të dishum, po si e para atë. E dikujt i e para nuk e bën dishum, që këta dy më pas nevojë për një ditë apo. Apo dikush e ka një zanat, për shembull, mund të njëri më pas sa dush milion euro apo. Se s'ka punëtor që ndrishin shtëpinë, ai më parës në ndriç. Apo para njëri ka milion euro ka. Mi po kur kush s'pranon marr me ndriç shtëpinë. Ai rënon në sokak. As tendën nuk din me ndriç me kia apo. Në shator bile më din. Nuk din me ngjit tendën apo. Por Allah xhallahu dikujt ja ka dhënë këto, e dikujt ja ka hap ato. El Fattah, dikujt ja ka qenë këtë aspekt, e dikujt këtë aspekt që njerëzit të bashkëveprojnë jetën e kësaj bote apo. Andaj shikon çka Allahu të ka qel dhe përmes asaj që Allahu ta ka qel bëhu i dobishëm përballë atyre që në çat segment, në çat fush, Allahu ty nuk ka mshël ato. Që kështu të komunikojmë dhe të bashkëveprojmë mes vetave. Çdo njeri diçka Allahu i ka jap. Nga se El Fattah është garancë se çdo kujt i ka qel diçka. Është e pamundshme. S'ka njeri në fytyrë tokës që kurrë s'ka. S'ka kështu. Po njëri mund me humb atë çka e ka, duke nënvlerësu, duke nënçmu, duke lakmu atë çka se ka, e humb këtë që e ka, kështu njëri mund me bë. Mirë po Allahu xhallahu ala çdo kujt diçka e ka. El Fattah çdo kujt diçka e ka, është e pamundshme. Andaj kërkoja që Allahu ta ka qel, apo dhe me te komuniko përballë atyre që atyre në këtë që u ka qel. Madje nganjëherë edhe kjo mund të jetë situata shumë të papërshtatshme të pavoleshme. A ka qenë Imam Ahmedi në burg me një kriminal? Po, Imam Ahmedi dije sa dush, devotshmëri sa dush, këti ka pas. Mirë, po përvojmë në burg s'ka pas. Këtu Allah ja ka mshel këtë punë. Ai se ka ditë këtë punë çysh është tash këtë punë. Apo ai kriminali atë në burg që u kon, ka vjedh, e ka shtin në burg. Ai devotshmëri s'ka pas. As ilm, ai s'ka mund mi kallzu Imam Ahmedit mesela. Apo, vaji ka kallzu, kur e ka pasë tash ai s'din çapo bot. Çka ndodh kur hini në burg, çka të bojnë? Nëse ka ditë. Kur s'u kon burg? Apo i ka thonë që mos i gala atë. Dytë para të dhamin tani mos dhan. Përvoj, edhe kjo është, edhe kjo përvoj. Përvoj me ndajak. Edhe kjo kom përvoj. Edhe i ka thonë, ti bële din për çka atë. Apo une kaj çka i ha, Allah alem edhe më paguajnë tek Zoti xhallahu ala. Ti bële din. E din për çka i hi këto apo. Dhe din. Krejt çka të bojnë këtu, ti ngrit Allahu deri se i hi për Allah atë. Shiko, thot Imam Ahmedi rahimullah, para më Imam Ahmedi që i ka ditë gjys milion hadithi. 500.000 transmetime i ka ditë atë. Para mendoj atë, me ardh një kriminal me këshillu atë. Subhanallah. Fattah, ja çel ti me mësu këtë atë. Me ka thënë se veç Allahu është El Ghani, i pavarur, atë s'ka nevojë me kujtu kur na, ton kem nevojë. Vjen ka një fëmijë të kujton. Apo Kara i bëngjeuzi pi macave ka mësu, ka subhanallah. Macën e ka po, tona jalim njëri, pi puleve ka mësu apën. El Fattah apën. Andaj, Allahu xhallahu ala, dikujt ja qelin këtë, e dikujt ja qelin atë, e kështu më rrëdhë. Dikujt ja qelin trimni, apo jap guxim. A dije s'ka, mirë po, guxim, që të ja ka qelin Allahu xhallahu ala. Andaj, gjdo kur le të kërkon ku ja ka qelin Allahu xhallahu ala, edhe nga këndi që Allahu ja ka qelin, të bën xhel, të bën dobi. Nga ndikimi jamit, ose ndryshimi, apo, i jamit e Allahut El Fattah, që duhet të bën jetën tonë të përditshme është, gjithashtu dhe zënëruar, të kuptojmë se ajo që se ka më herët. Allahu xhallahu ala u hap njerëzve në sektore të caktuara. Mirë po, ajo më e mira dhe më e dobishme që Allahu të hap është
me ta hap mundësin me kuptu dinën e tij. Qase Allah, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Ati që Allahu ja dën të mirën, apo ja hap dyert e kuptimit të fesë, me kuptu dinën e Allahut azza wa jalla. Prandaj shikoje për shembull disa përfundime të ulemave, disa komente të ajeteve, disa komente të haditheve. Ti mahnitesh qysh këta e kanë nxjerrë për çdo. Është e pamundshme. El Fattah, ajo ka qenë atë. Ka se të mshelet, se kupton. Allahu xhallahu ala ta qel kuptimin e ajetit, ta qel kuptimin e hadithit. Prandaj çdo hapje që Allahu xhallahu na ka mundsu për ballë begatie të caktuara, duhet Allahun ta falenderojmë. Mirë po, në qofse ta ka hap mundësin me kuptu diçka nga feja ti, këtu duhet të falenderojmë ekstra dhe mirënjohje posaçme, nga se ta ka mundësu diçka që shumë për njerëz janë të priur për kësaj aftë. E sigur që kanë fillim, Amna Allah ar-Rahman, ja ka mshel mjeshtrive gjuhës arabe, apo e ja ka qenë ignorantëve të gjuhës arabe. Subhanallahi al-Azim. El Fattah. Pse ja ka mshel zemrën Ebu Talibit, mos më la ilaha illallah, që mas nga që kon, e ja ka qenë zemrën Salman el-Farisiut, pe tjetët shtetë më arka, është El Fattah. Andë në qofë se ta ka qenë Allah Gjellera zemrën për udhëzim, e ta ka qenë Allah Gjellera mendin për kuptimin e fesë Allah Gjellera, dije se në këtë mejdan të ka ndëru Allah Gjellera mas shumëti, se në gjdo mejdan të që Allah Gjellera ta ka qenë afton. Ose, e dyta pasoj, në qovës ta ka qenë Allah me ndër mejdan të caktuar, ta ka qenë Allah Gjellera për shembull në trimri, ose ta ka qenë Allah Gjellera dherë në riskut, furnizimit, për këto duhet Allah me fëndëru. Mirë po, krahas saj, ta ka qenë zemrën për bujari, që këtë pasurit fitu, me dhënë fisabilillah, kjo është hapje e dytë, ekstra. Ase ka hapje, Allah Gjellera ka qenë dikujt, risk, si kurse Abdurrahman ibn Aufi, gurën me paqu, dukat kish gjetë, qa që koni bekum të rekti, subhanallah. Ajë të Abdurrahman ibn Aufi s'ka pas sezon malli, gjdo mall që ka kap, subhanallah, ushin të regë. Kom pasëni katashëm i madhë. Para mendoni kur dek Abdurrahman ibn Aufi me sapata e ka nda dukatin me ada bive ti apëtën. Para me sakis dukatin ty që 10 kila, ty që 15 kila, që shto e ka nda? Zubair ibn Awami kur ka vdek, apo llogaritet parafërsisht, do pasuria që kalon mbi 1 milion euro me parë zot në atë vakt. Nga arja para çajt ju ka pa Allah xhallahu ala. Edhe vetë kjo vetiu është pasuri që Allah s'ka bot në varën për dikujt. Apo s'ka bë me bord galën e borxhit, galën e kërkimit para njerëzve, galën e çmis të ka bot, ka ndërua Allahu xhallahu. Kjo vetë është begati. Mi po nëse krahas se i hapin risk, apo ta ka qelë zemrën, se risku ta qelë për jashtë, apo fiton me dur. Nëse përballë të riskut ta ka qelë zemrën e bujari, e ky është kombinimi më i mirë i mundshëm i hapjes përballë dy negative. Prandaj edhe te kuptimi i fesë, nëse ta ka hap mundsinë me kuptu fen, apo po pasaj ta ka hap edhe zemrën e punum ato që ke kuptu, kjo është kombinimi më i mirë i mundshëm. Prandaj të shikojmë se Allahu xhallahu ala në atë që na ka hap, a është kjo porta e fundit, ndëgjoni këtë me vëmendje. Në atë që Allahu xhallahu ta ka hap, a është kjo porta e fundit e mundshme që hapet, a ka për të kësaj edhe një portë që duhet më tutje me shku për me hap? Plot njerëz subhanallahu mjafton tek porta e parë. Alhamdulillah, të natë mirë Allah na i ka dhënë. Që kur gjë s'pra mungon këtë dikim, kjo është porta e parë. A ka për të kësaj edhe një portë? Po ka, që dikush tjetër me unë elhamdulillah për mes teje që Allah të na e ka dhënë. Kjo është edhe një portë tjetër e radhës, që plot njerëz e kanë mbyllën këtë portë fatkeqësisht atë. Andaj shika, porta e parë është hap, po, a është hap edhe porta e dytë, edhe porta e tretë. Këtë çka ka ajo në qenë, këtë dyrt që kanë bëjmë me këtë pallat që Allah ta ka dhënë. Nëse ju trokin gjitha këto dyrt, pse mos më të gjel këtë? Allahu xhallahu me t'jap edhe pasuri, po edhe me t'jap bujari, apo me t'jap edhe mençuri, me ditë ku më shpenzu, edhe ku më ndihmu. Gjitha këto janë porta që duhen në këtë drejtim. E për gjitha këto ka qels special, ekstra, që qelet apo. Nuk është një qels për këtë dyrt. Prandaj duhet që në atë që Allah na ka qel, të shkojmë dhe të trokasim edhe dyrt e tjera apo. Prej ndikimi gjithashtu të këtij emri El Fattah është në pomë se feth është një hapje
një qelës el miftah apëtën. Këtë shprehjen miftah e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe përballë besimtarëve apëtën, përballë muslimanëve. Ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka bëu dua, Allahumma ij'alni miftahan min mafatihil khair wa mighlaqan min maghaliqi shar. Ose ka thonë në hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit më të mirë janë ata që janë apo mafatih min mafatihil khair wa maghaliq min maghaliqi shar. Wa sharru an-nas, njerëzit më të këqij janë ata që janë maghaliq lil khair wa mafatih lil shar. Çka i bën kjo ditë? Njerëzit më të mirë ata që janë çelësa për të mirë apo dhe janë dry për punë të këqija ata. Nëse njerëzit më të këqij janë ata që janë çelësa për të keqe, për punë të keqe, për rrugë të keqe, ndërsa janë dry për punë të mira ata. Sa ka punë të mira apo që kërkojnë çelës me uçela ata. Për shembull, një iniciativë e harit për një punë të mirë kërkon një çelës me uçela ata. Sa ka iniciativa të harit që mbyllën për ballneva ata. Me bo më uqel, sa njëri përfiton për shtapëtën. Kërkuan qelësa që shkojnë i qelën aftën. Banu për ty në aftën. Banu nga ata që qelin iniciativat harit. Apo bën prest për hajrë. Dhe sa ka të këqia, shere, në mesin e muslimane, mos lasë për jashtë, e që kanë me imshela ato mo, si janë bë burime të virusave, të smundjeve tona, shka dhe msheli. Msheli plagët e muslimanëve, msheli varrat e muslimanëve, msheli burimet e konfliktit me muslimanëve, pas pajtime, banu ti mbyllës, mos u bë çelës. Ose fatkeqësi disa njerëz shpesh herë me vedia, po edhe pa vedia, në vend se me shku me mbyll një sherr, shkon e qelin edhe më tepër. Shkon e rritin edhe më tepër. Ky nuk është përfitimi i amit Allahut el-Fattah. Qel për hajr dhe mbyll për sherr atë. Madje, në këtë drejtim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se njeriu ka mundësi të bëhet qelës për hajr edhe me një kelime. Me një fjalë të mirë. El kelimatu tayyiba sadaqa. Por ka mundësi me pas edhe me një fjalë me bosharr atë. Nga se një njeri është vrarë në kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu. Është vrarë në kohën e Omerit. Dhe pjesëmarrës në këtë vrasje kanë qenë, sipas hetimeve të asaj kohe, 5 vjet. Mirë po, veç njoni është ai që i ka raptën. E ka mbyt. E këta 4-5 vjet, po ne dy e kanë marrë, e njoni ka më pse se myt një këto, pse po lëni ju këtu gjatë, kur ka fjalë ka folë. Omeri ka marrë vendim këtë me vraptën, 5, me ekzekutu për një. I kanë thonë, ja, Emirul Mu'minin. Kanë prisë besimtarë, po njoni ka rave, çata vraje. Ka thonë Omeri radiallahu ta'ala, shikoj kuptimin e këtij hadithi. Ka thonë, po të kishin qenë pjesëmarrës krejt Sanaja, kryeshiti i Emerit apo, me fjalë me myt, hiç pa e prek, veç një e ka myt këtë i kisha vrarë për sa fjalë apo. Nga se shpesh herë më e keq është fjala nxitse apo se veprimi i fundit që bëhet apo. Për një fjalë që ka mundësi me bësh sherr, Omeri radiallahu anhu ka kërcënuar se do ndërmerr masa apo. Për sa herë për shembull dy njerëz bën pjesëmarrës në një konflikt, apo që nuk kishte me eskalu deri në atë shkallë konflikti, mos kishin me qenë nxitësit shpifës për ana që ndodhet ato. Sa herë ka ndodhur për shembull që dy çifte bashkëtorë më nda, me urrejt, jo për shkak se ata s'kan mund me u bashk, po për shkak se fjalë pe anash i kanë prishur. Këta kanë mshël, një jetë bashkëtorë e kanë mbyll, e kanë varros një familje me sherr, me një fjalë ato. Sa lufta ka ndodhur mes njerëzve, sa konflikti për shkak të një fjale ato. Apo sa dera është mbyll, e sa jeta është mbyll për shkak të një fjale ato. Andaj njëri për sherr mundet me gjithë fjalë sherr me bëu. Po edhe hajr mundet me një fjalë me bëu hajr. Na të gjithë sot mburremi me Omer ibn Abdulazizin ato. Apo çfarë halife u kon? Edhe sa i drejtë u kon, madje dietarët e kanë rendit Omer ibn Abdulazizin në rangun e 4 hulefaj Rashidin. Sa harën e ka bo Omer ibn Abdulazizin. Dhe dini, ke ndëgju për dhe sot mirë di ka bo. Omer ibn Abdulazizin ka ardhë në atë vend për shkak një fjale që një njëri mire ka thënë. Një fjale. Një nga djetarët, apo, Qatada radiallahu rahimahullah, i ka thonë halifës asaj kohe, se Omer ibn Abdulazizin
me rregulla të Emevive s'ka pas më halife. Se s'ka qenë në trungun familjar. Ai ka qenë vali në Medinë u kon. E para. E dyta, Omer ibn Abdulaziz kur ka qenë vali në Medinë, s'ka qenë i mirë sikurse kur u bë halife. Ka bleti rreth shpeshherë, ka pas harxhime, noja. Mirë po subhanallahu, ajo firasja e alimit e ka pasë ky njeri bëhet burr i mirë atë. Ka thonë bëne Omerin atë. Omeri ka qenë i martuar me çikën e halifës. Don dhondrën e ka bë halife. Ai sukon trung familjar. Ka qenë dhondrë i Abdul Malik ibn Marwanit apo. E ka pas vajzën e tij Fatimen, rahimahullah. Me një fjalë kam, pse s'e bën këto? Ka shikoj se ka e ka ndriç Medinën. Ky sa ndriç edhe shtetin përgjithësi apo. Edhe ka ngu alimin. Kush i ngan ulemat s'hub. Si pasoj e një fjale, është bo halife Omer ibn Abdulaziz. Sa harin e ka qelë kënjeri me këtë shilë, sa dobin e ka bu me këtë shilë, sa mërmanja. Andaj tentojmë na me fjallë tona, me vepër tona, të hapim rrugë muslimanëve, apo të hapim njerëzve shpresë për jetë, të hapim njerëzve mos pajtime që të kthejnë pajtime, dhe kudo që ka burime të sherrit, ta mbyllim një dosje të varfrisë një muslimani apo. Një musliman është i ka punë të keq, apo që dosjet si ti fukarlloku pemshelëm, që ky një fukara më pak, apo një njeri s'është në punë, apo një të pa punë më pak. Mshele, sa të ki mundësi apo. Një familje konflikt ti pajtojmë, një konflikt më pak. Ku gjesh sherr mbyllë, ku gjesh problem mbyllë, dhe ku gjesh mundësi për hajër, hape, qoftë me një fjalë. Qoftë me një fjalë. Nga se nuk dihet ajo fjala jote dhe ajo këshill sa bën hajër. Para mendo sa shpëlimi i ka shku, apo Qatada ibn Da'amat as-Sadusi, rahimahullah, Qatada ka qenë alim, sa sevapi i ka shku atij nga kjo fjalë që e ka thonë, sa hajër e ka qenë. Ju dini se në kohën e Omer ibn Abdulaziz për një vjet, apo ka gjyku 99-100 hijri. Një vjet veç që kun halife. Për një vjet njerëzit nuk kanë pas ku me qu zeqatën apo. S'kan pas, lëp kur se ka marrë, s'jam për tone. Apo sa dosje të varfrisë i kanë mbyll, të keqpërdorimeve i kanë mbyll. Nga se kur ka ardhur, kanë pas të ardhura speciale familja e halifës apo. 50.000 euro, mujt e ka rrugën. Pse? Dhe pse djali i halifës apo. Ka dosje na mbyllën komplet, këto 50.000 euro i investojnë të muslimanët atje. Ka mbyll dosje të keqpërdorimit dhe ka hap mundësi të mirë përdorimit të pasojës muslimanëve dhe është kthyer që është kthyer. Po për këtë dikush ka bëu hajër, e ka thonë një fjalë atë. Edhe ai njeri që kon në burg me Imam Ahmedin, atë kurse kish ngjova bile. Po përkundazi, e ka një këtë bota një denjemul qiyamah subhanallah. Nuk përmendet ndonjëherë sprova e Imam Ahmedit e mos më përmend Muhammed ibn Nuhi. E Muhammed Nuhu kon. Këtë bota e ngjë, e ka Imam Ahmedit qendra, se unë tek e fundit edhe murzu punë e madhe, kush më kthyr mu, ti i madh. Ti më murzu bin këtë milete masteje. Sa që paramenoj Imam Ahmedi sa ka ditë pe haditheve, sa ka ditë pe ajeteve, sa ka ditë pe ilmit, ka thonë nuk kom përfitu nga ndonjë këshill sikurse nga këshilla e këtij djali apo. Subhanallah. Një fjalë ka thonë apo. E thuaj një fjalë mirë. Pajto mes njerëzve, bëu çels për mirësi. Apo dikush e ka të hapur një varr të pikëllimit, çat vash ka mbyllja. Apo dikush e ka një varr të keq kuptimit të hapur, shkon brenda keq kuptimin. Seraja. Ka se ka mundsi një musliman e ka të hapur keq kuptim për ballteje. Dhe përderisa është i hapur ky keq kuptim, gjithmonë si ka raport mirë me ty. Shkon mshali Allah. Kallzoj, sprish punë. Sikur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke me gruan e tij jashtë, kanë kaluar 2 asap kon. Kanë filluar më gut pak, mos se janë ngushtuar tash pejgamberi sa me një grup po flet, mos të ngushtojmë apo iku. E kanë dalë rislikuma. Ka dalë hiç mos u gutni. Ka dalë asni inha zawjati Safia. Kjo është gruaja jam Safia. Konas unë do të më mshël varrën, se shejtani ecën në për trup, sa smenani po dikur më votën po gat, e çpo gat, këto më mshël, çe çfarë puna. Apo mshëlë muslimanët. Nëse ki mundësi mi kallzu, ka një fjalë shëron shumë probleme. Një sqarim i caktuar, shumë probleme zgjidh. Mungesa e një sqarimi i caktuar jep mundësi më hap shumë varra, shumë plagë, shumë keq kuptime, shumë mos pajtime kështu me radhë. Andaj çka të kushton një musliman i sqarim? Vllai doshëm po më duket se më ke keq kuptuar, çu kon qëllimi? E mshël. Mshël. Ose për shembull,
dikush s'është mirë me dikon, thuj unë nuk e di çka kiti me to, po unë e di se ky njeri çelja dos në këtë njeri për ballti, e di se ku me ty çështot, apo ku me ty çështot, të ka po mirë çështot, çelja. Do të hapja e kësaj dosje në këtë rast mbyll konfliktin, mbyll problemet apo duke qitë në shesh mirësitë e këtij njeri për ballti njeri e kështu me radhë. Andaj mundësitë të shumta që me hap dyrë të harit dhe me mshël dyrë të sherrit. Ky është misioni i muslimanit këtë botë. Misioni i çdo muslimani këtë dunja është që kudo që të sheh hajër të mbyllur me e qel, ose kudo që të sheh hajër të hapur me hap edhe më shumë. Dhe kudo që të sheh sherr me mbyll tërësisht ose spaku me ja minimizu hapësirën e veprimit. Kjo është ajo që ne kuptojmë nga emri Allah xhallahu ala al-Fattah dhe përfitimet e tij në jetën e përditshme. Duhet na ndryshon kët meydan, në kët fushë, na ndryshon emri Allah xhallahu ala al-Fattah. Që të hapi për hajër dhe të mbyllin për sherr. E jo fatkeqësisht ka herë dikush don mu pajtu me një musliman. Për shembull, don me i dhon dikujt. Do me konstitucion se kisha fal kur. Subhanallah. Po ti hamna ti ani mos thuj hiç kurrë. Mo ka ti se kisha fal, shuj. Hasht, nëse fjala mund të bësh sherr. Me konsti kur si kisha dhon, siç apo jap. Subhanallah. Pse po mshel hajër e po qel sherr. Prandaj sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet hajrin ose shuj, hasht. Ja bën hajr, ja hasht. Nga se shpeshherë përpjekjet tona mendore, filozofit e analizat tona munden dhe sjellin fatkeqësisht shumë sherr muslimanëve. Prandaj ai që pajton, Allahu pajtohet me të. Ai që mëshiron, Allahu e mëshiron. Ai që bashkon, Allahu e bashkon. Qysh të bëjsh me dikën, çfarë do të ndodhë ty jotën. Andaj të bëhemi iniciator për punë të mira, ata që hapin shtigje për mirësi dhe për bujari dhe për punë të mira dhe mbyllin vatra të sherrit, plagë të mospajtimit, keqkuptimit, përçarjes, coptimit në mesin e muslimanëve. Këto ishin disa prej, domethënë, përfitimeve të këtij emri, edhe pse për atë kuptimin e ndihmës nuk kemi fol fare, nga se mundemi me huazume emrin Allah an-Nasir, nga se thamë se pe emrit Allah al-Fattah është edhe që i jep ndihmën. Ai që jep ndihmën kemi fol shumë tek an-Nasir, ai plotësohet ajo me kët për të kuptuar aspekti i tretë i emrit Allah xhallahu ala al-Fattah. Allah në lutje të na qel dyrët e harit, dhe të na mbyll dyrët e sherrit. Dhe Allah në lutje të na bën nga ata që u hapin të tjerë dyrët e harit dhe u mbyllin dyrët e sherrit. Me kaq po i dhofon deri në takimin e ardhshëm. Allahu ju shpëlbeft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.